Qëndrimi i shprehur nga kryeministri Edi Rama për vendimin e gjykatës kushtetuese për çështjen Balluku konsiderohet nga kryedemokrati Sali Berisha si konfirmim se Rama nuk do ta përfillë atë. Në rajon, në Europë dhe në botë, gjykatat kanë pezulluar jo ministra, jo vetëm ministra, por edhe kryeministra. Por në këtë vendim të gjykatës kushtetuese, ai nuk shef një goditje për Lubi Ballukun, por shef potencialin dhe mundësinë e pezullimit të tij si kryehajduti i kombit nga gjykatat mbasi, siç e dini Lubia i ka bërë të qartë atij se do të marrë me vete. Berisha thekson se nëse Rama nuk do të tërhiqet nga bllokimi sipasi sistemet të drejtësisë për të mbrojtur Ballukun, atëherë pasojat do të jenë të rënda për vendin. Dhe ky vendim do të jetë me sa duket vendimi më i paprecedent që është marrë ndonjëherë në Bashkimin Evropian, sepse është absolutisht i paprecedent qëndrimi dhe vendimi i Edi Ramës për të asgjësuar shtetin ligjor me një grush shteti brenda shtetit. Si kryedemokrati Berisha, ashtu edhe përfaqësues të tjerë të lartë të Partisë Demokratike në reagimet e tyre thanë se vetmja zgjidhje për të ndalur sipas tyre keqeverisjen janë revoltat popullore, duke ftuar për pjesëmarrje masive qytetarët në protestën e 10 shkurtit.